Gjykata kushtetuese ka njoftuar ish-kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj për datën dhe orën e zhvillimit të seancës plenare publike, e cila do të mbahet më 31 tetor 2025. Njoftimi është dërguar kërkuesit bazuar në nenet 21 dhe 38 të ligjit 85/77 të ndryshuar, që rregullon funksionimin e gjykatës kushtetuese. Në të njëjtën kohë me shkresë zyrtare të datës 13 tetor, gjykata ka njoftuar drejtorinë e përgjithshme të burgjeve për zhvillimin e seancës, duke kërkuar marrjen e masave për shoqërimin e Veliajt në sallën e gjyqit, nëse ai do të shprehte dëshirën për të marrë pjesë personalisht në gjykim. Më pas më 20 tetor 2025, pas shprehjes së vullnetit nga ana e Veliajt për të qenë i pranishëm, gjykata kushtetuese ka njoftuar edhe prokurorinë e posaçme për organizimin e seancës dhe pjesëmarrjen e tij. Kjo seancë pritet të ketë rëndësi të veçantë, pasi lidhet me ankimin e Veliajt ndaj vendimit të Këshillit Bashkiak të Tiranës për shkarkimin e tij nga detyra, vendim i pezulluar përkohësisht nga gjykata kushtetuese deri në dhënien e një vendimi përfundimtar.